Faleminderit zonja Vasili. Të nderuar anëtar të Këshillit Bashkiak, të nderuar nënkryetari i Bashkisë, të nderuar pjesëmarrës nga komuniteti dhe mediat, të nderuar drejtuesit e punës administratës Bashkisë, zhvillojmë sot mbledhjen e Këshillit Bashkiak datë 31/10/2025. Për të krijuar, bazuar në ligjin 139/2015 për qeverisjen vendore, në 53.5, në fillim të çdo mbledhje miratohet rendi i ditës, i përcaktuar në fillimin e Këshillit Bashkiak. Rendite. Pika 1. Projekt vendi për përdorimin e fondit kushtzuar për ndihmën ekonomike deri në 6% për muajin shtator 2025. Pika 2. Projekt vendi për dhënien e ndihmës ekonomike nga shtatorët e Bashkisë për muajin shtator 2025. Pika 3. Projekt vendi për një ndryshim në vendimin e Këshillit Bashkisë Saran numër 72 datë 23/12/2024. Pika 4. Projekt vendi për miratimin e shembjes së godinës e cila shërben kopshti numër 4 Saran, pjesë e godinës së shtëpisë fëmijës Daniel Pula, pasurinë e pronësisë të Bashkisë Saran me qëllim ndërtimin e godinës së re të kopshtit. Pika 5. Projekt vendi për miratimin e ndryshimit të pjesën të destinacionit për sipërfaqen 1347 m2, pjesë e pasurisë 17322 fraksion 1, zona kadastrale 8641 Truan dhe pronësi të Bashkisë Saran, duke shtuar fushën e përdorimit dhe arsimin parashkollor. Pika 6. Projekt vendi për korrigjim gabimeve materiale. Pika 7. Gjendjen e rrugëve në fshatin 6 Saran si rezultat i punimeve nga ndërmarrja e usjellës kanalizimeve. Pika 8. Analizë mbarvajtjes së sezonit turistik 2025. Pika 9. Raporti drejtorisë së shpërndimeve publike lidhur me lejet për parkimet e rezervuara. Pika 10. Raporti i performancën e drejtorisë së planifikimit, kontrollit dhe zhvillimit të territorit. Po zoti Meraj? Protokolli bëhet i shtes në rendin e ditës, që ka bërë projekt vendi numër 107, datë 31/10/2023, për alokimin e parkut të fëmijëve, në motor Daniel Silvestrini, logu në dalje numër 4 Saran, shkurrimisht është kopshti që ka kontribuar në gjithë qytetin e Saranës për edukimin dhe fëmijëve dhe ndihmën që ka dhënë për familjet e fëmijëve që ka trajtuar. Po, faleminderit zoti Meraj. Atëherë edhim në votim me rendin e ditës me propozimin e bërë nga zoti Meraj, është pro. Të çfarë pikë e fundit të rendit të ditës? Ka fundit. Kundra abstenim miratohet. Pika e fundit. Pas projekt vendimeve. Në tani bie pika e 7, atje për marrë kërësit. Faleminderit zoti Ahmeti. Atëherë sekretariat na informojnë lidhje me nishmërinë e vendimit të Këshillit Bashkiak. Faleminderit zyrtar. Atëherë vendimet e miratuara në mbledhjen e muajit shtator janë vlerësuar të lishme nga prefekti i Qarkut. Konkretisht, vendimi i Këshillit të Bashkisë Saran numër 119 datë 29/9/2025 për miratimin e sistemit të pikëzimit për përzgjedhjen e përfituesve nga programi i strehimit social për mirësinë e banesave ekzistuese për komunitetet e varfëra dhe të pafavorizuara, vlerësohet i lishëm. Vendimi i Këshillit të Bashkisë Saran numër 120 datë 29/9/2025 për miratimin e sistemit të pikëzimit për përzgjedhjen e përfituesve nga programi i subvencionimit të interesave të kredisë me kushte lehtësuese nga shteti, vlerësohet i lishëm. Vendimi i Këshillit të Bashkisë Saran numër 121 datë 29/9/2025 për miratimin e sistemit të pikëzimit për përzgjedhjen e përfituesve nga programi i subvencionimit i qiras në tregun e lirës dhe mbi normat e strehimit për familje që përfitojnë nga programi social të strehimit, vlerësohet i lishëm. Po faleminderit zonja Vasili, kalojmë tek pika e parë e rendit të ditës. Projektim për përdorimin e fondit kushtzuar për ndihmën ekonomike deri në 6% për muajin shtator 2025. Kush ka pyetje nga këshilltarët?
sa i përket ndihmës ekonomike në fondet e kundërshtuara të bashkisë, do të thotë që ndoshta si jemi te projekti vendim, jemi në prag të buxhetit e kam ngritur disa herë të shtojmë sepse të shtojmë parat e ndihmës ekonomike sepse ka tallje me qytetarët që kanë nevojë për ndihmë ekonomike. Nuk bijem dakord kur që ka sistemi e vendos qeveria ka ligj. Parat e bashkisë i drejton Këshilli Bashkiak. Dhe Këshilli Bashkiak ka të drejtë të çojë dhe të uli aq sa ka mundësinë për ndihmën ekonomike. Andaj mendojeni dhe konsultoheni mirë që ta shohim se jemi prag të buxhetit. Ndihmën ekonomike që caktohet nga bashkia, thua shohin qytetarët se është ndihmën ekonomike tallje. Kaq është. Po faleminderit zoti Ahmeti. Ekzekutivi lidhur me diskutimin e bërë nga Kjo është pyetje e diskutuar shumë herë dhe është një nga pyetjet besoj ndihma ekonomike është komponent nga buxheti shtetar, dhurat e bashkisë nuk mund të jenë më shumë se sa ndihma ekonomike që është caktuar me ligjërin. Po vetë dhurat e bashkisë nuk i kalojnë të kalojnë buxhetin e shtetit, sepse bie në konfront. Edhe ata që janë ata ardha kanë diçka pengesë që kalojnë ata ardha dhe nuk fitojnë nga buxheti i shtetit. I bie që të jenë të shtojnë dhe masa me kohë që kanë diçka të pengore që kalojnë ata ardha dhe nuk fitojnë nga sistemi. Po, faleminderit. Atëherë komisionet të kaca ta diskutojnë në ndjenën e pasardhëse të Këshillit, propozimin e bërë nga zoti Ahmeti, lidhur me rishikimin e ndihmës ekonomike, Drejtoria Juridike dhe Komisioni Juridik dhe Komisioni i Financave të merret me pyetjen e bërë nga zoti Ahmeti për mbledhjen e radhës. Atë ka diskutime të tjera? Faleminderit. Edhe në votim për vendimin numër 27 kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Kalojmë tek pika 2 e renditës. Prevendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga tarot e bashkisë për muajin shtator 2025. Ka pyetje nga qytetarët, komisionet të kace, po në çështje Përfitues nga ndihma ekonomike nga tarot e bashkisë për muajin shtator 2025 janë 31 familje në Sarandë dhe 1 familje në Çamik, dhe 7 familje në Çamik në bazë të materialeve që kanë paraqitur nga zyra e kace. Po, faleminderit zënë Qeçi. Ka dikush pyetje tjera diskutime? Faleminderit. Atëherë hedhim në votim për vendimin numër 20. Kush pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Kalojmë tek pika e 3 të rendit ditës. Për vendim për një ndryshim të vendimit të Këshillit të Bashkisë Sarandë në 72 datën 23/12/2024. Kush ka pyetje nga këshilltarët? Diskutime? Po, zëri Koçi? Situația ținea de raportul de dispoziție bashkisë e përcillet marrë reprezentim nga zyra kombëtare. Cili do të jetë destinacioni i këtij sheshi, pse do të përdoret? Pyetja e parë. Dhe pyetja e dytë, se ka probleme me persona të tretë të cilët nuk kanë kontrata me vendese private, është i bërë se thonë për që nuk mos i kanë përfunduar procesin e regjistrimit të ndihmës. Faleminderit. Po, zëri Rupo? Vendim është të cilësit të përfitimit të parë është i cili
cili fusha përdorim të ditës do të ishte në programin e shërbimit social. Pas korespondencës me një kontakt banesave dhe u vërejt se ka një marrësi që vërtet kushteve që duan ata të projektimit, se një sipërfaqe kishin në opsimin e studentëve, dhe duke qenë se ne në këtë kuadër kemi rishikuar sipërfaqen që kërkojmë që të transferojmë në opsi, nga ana drejtorisë planikim territorit është evidentuar gjithë sipërfaqja dhe siç shikoni bashkëlidhur për vendimit kemi formularët që plotësohen dhe është kërkesë e ligjit, fusha e përdorimit është e përcaktuar aty, gjithashtu për sa i përket evidentimit në qoftë se krijon përplasje me vendimarrje të mëparshme me sa kuptoj nga pyetja juaj, sipas dhe gjatë kryesisë u ngrit nga ana juaj kjo pyetje dhe nga drejtori urbanistikës është konfirmuar që është një sipërfaqe e cila nuk është e shpërndar me vendimin e Këshillit Bashkiak, por edhe sikur të ndodh, ajo përsëritet në porosit të Bashkisë Saran dhe nuk do të ketë asnjë lloj pengesi për të filluar dhe për të trajtuar sipas rastit. Po faleminderit. Ka edhe unë dhe pika të rëtë që është sipërfaqe të rejë në me lista e pronave është e përjashtuar ajo, po të shikojmë nga plani i rilevimit i hartuar në shërbim, po është e përjashtuar. Po nuk i përgat interesa? Jo, e keni evidentuar thjesht nga plani i rilevimit. Pyetja tjetër për publiku kjo, sepse është shumë e ndjeshme. Ku ndodhet fizikisht ky shesh me orientimin popullor dhe me fundorë? Atëherë, ndoshta marrim një kompetencë të cilën nuk e kam të qartë të shpërë, por si zonë është mbi stadiumit kjo si vendodhja. Dhe kjo do përdoret në funksion të... që ne do vazhdojmë me endin në bashkëpunimit, të mbarojmë certifikimi brenda vitit dhe në muajin janar të përfshin ata buxhetin e tyre për të projektuar dhe për të ndërtuar banesa sociale. Pra është në funksion të banesave për pastaj që janë për vendimi që kemi miratuar në vitin e kaluar. Faleminderit, po do t'ja metim? Kaloj pyetje. U shmiratuar në 2024 kemi bërë një debat edhe të Këshillit të cilët i kërkuan të endë banesa dhe ta zgjeronin me që se ishe përsërim. Çfarë ndodhë dhe të i ka bërë bashkia në rendi banesa dhe i sot do të bërë zotin përsërim. Dhe që në falë. Dhe çfarë ndodhi sot që do shërët si përfaqe e ditë të vej 4.000, se kjo si përfaqe ka qenë dhe vjetë në Karazin, por e përë bashkia dhe dajnë si përfaqe 1.300 mos në bojë, ka e më 1.400 në katërosë. Atëherë neve në projektimin e kaluar jemi përmbajtur evidentimit të mëparshëm të vitit 2013 që ishin evidentuar dhe miratuar një herë me vendimin e Këshillit Bashkiak kufuzën të banesave. Do me thënë jemi përmbajtur sipërfaqen që ishin tashmë të evidentuara dhe miratuar për këtë funksion. Dhe ne ju përmbajtëm asaj që ishte miratuar sot pas ju thash edhe korespondencës me endin kombëtar të banesave, lind nevoja që sipërfaqet të jenë më e madhe dhe mos të krijojë dhe ajo hapësira midis dy sipërfaqeve që ishin të evidentuara dhe prandaj lindi kjo nevojë për ta zgjeruar sipërfaqja. Kaloi një vit, më falë, dhe më pyetoj që ka kaluar procedurë të shpërfaqësuar sepse ishte rëndoni fondë të sërimit. Po nuk ka bërë fare. Dhe sot të shtojë të përfaqja është që të dishma. Po në jemi këtu në shqipë ta, që në bute sepse është për përgjim apundin. Dhe shtuaj e teritorit në qaso nuk është të banesa. Dhe gjitha zhurma që vinë janë të troje të të shqipës. Qo shamu i kapuan dhe qo për sëhim. Dhe do t'jemi këtu dhe do të bëjmë të pa mundën që të jenë në drejtim të sëhim. Në pyetja tjetër vazhdim të saj se fatë të shërdoret në funksion të stajilit dhe për endin e banesave. Vendimi për grënimi para arkitektur nuk cilësohet se do të bërë kjo.
E keni të formulari se fushat e përdorimit janë të përcaktuar edhe tek udhëzimi, që është i cituar te baza ligjore që i përket 2003-shit, nuk është shprehnisht e thënë strehimi social. Nuk është. Është shprehur te relacionit e paragrafit 3. Prandaj dhe fushat e përdorimit prandaj shtroje, sheshe, mos shtroje, hapësira publike sepse ajo shkruar fushën e infrastrukturës dhe shërbime publike sipas formularit bashkangjitur të CI. Është strehim social. Tek relacioni e kemi të shpjeguar sepse në fakt në qëse të gjatë kërësisë doja ta kishim thellë udhëzimin që të shikoni që nuk është të thënë shprehimisht strehimi social, nuk është të shprehur tek udhëzimi që i cili ne i përmbajmë për të plotësuar kërkesat për transferim pronësi të pronave. Por e kemi të shpjeguar të relacionit. Po, faleminderit. Kaq serios është e papranueshme të mos kemi një përfaqësues nga zyra e planifikimit, nga zyra e urbanistikës. Unë doja të pyesja domethënë duke që pozicioni mbi stadiumin, domethënë nëpërmjet stadiumit dhe rrugës së 5, ta quajmë apo mbi rrugën e 5? I marr dot atribute. Ne s'majmë do një përgjigje domethënë ku ndodhet konkretisht e se atje dim se të gjitha këto zona janë dhënë problematika që mund të mbajë këtë vendim. Drejtori Urbanistikës se ka filmuar. Nuk e di çka për drejtori, po minimalisht duhet një përfaqësues këtu që të na sqaronte pak se ne jemi as inxhiniera, as kartograf, as disa kush është kompetent për fushën e vet. Faleminderit. Besoj se përgjigjes ka Po, faleminderit. Atëherë janë procedurën e kuptoj që çfarë sa i përket pjesës sqaruese, po në pranë pjesën ku është shkruar shprehimisht për vendimin pashëm që më kanë marrë për të relacionit të katës, që ky është një preventim dhe kjo si shkon për banesa sociale. Kjo është e pa diskutuar se ne nuk mund të shtrëngojmë diçka që kemi të faktuar këtu, e shkruar, e barë në zez, është e shkruar shprehimisht, kjo si përfaqe shkon për banesa sociale. Sa i përket pjesës drejtorisë urbanistikës, zyra e Këshillit, panemruar në shqiptarë për pjesëmarrjen në komisionin që në përmendja e është Gjeshi Sharaka, ndoshta si disa interpretues si Gjeshi Sharaka, ju do të vini të kërkoni detaje se në qoftë se ne i referohemi materialit të ardhur, ka një plan në lidhje dhe është e përcaktuar konkretisht se ku vjen kjo sipërfaqe. Por edhe tek relacioni shpjegues, kjo është një sipërfaqe e cila është e miratuar me studimin e mëpashëm është një sipërfaqe e miratuar në studim me këtë destinacion. Dhe sot vjen mundësia që të shtohet sipërfaqe për të shtuar sa më tepër banesa sociale. Qëse ju e do të apeloni, po duhet jeni të qartë. Mos përmend në fjalë të cilat dalën jashtë kontekstit të këtij pretendimi. Kaq ishte në shpjegim. Vede shpjegim me që ne kemi marrë shqiptim së komisionit. Dhe që se ju të ndjekur dhe politika e qeverisë. Pra, përmëndirë dhe një institucion, pra qeverisë ka bëjnë në strehim social. Pra të me parë në rovine Shqipërisë që shumë qytetë të reja kanë problem strehimi social, qeveria e ka marrë iniciativë dhe në bugjetin e ri vitit të ardhshëm, kur shkrim organizëm në pranë qeverisë, pranë qeverisë në qeverisë, do ketë bugjet. Do ketë marrë, do ketë bugjet. Cila bashki arrin më shpejt që ta ketë sheshin e ndërtimit. Në diskusion jam i bindur që do marri edhe financimin më shpejt nga Agjencia e Strehimit. Pra, ne do të avojmë, vetëm që ta votojmë, vetëm që ta mbështesim, por ne mbështesim gjithë kërkesat e familjeve të reja, familje që ka nevojë për strehimin social. Do të thotë, jo edhe ta kalojmë dhe ta falenderojmë bashkimin që e ka bërë këtë, e ka gjetë të shesh për mirë, se shumë problem që gjithë dhe sheshen, po ta detyrojmë bashkimin që ta ndjeki hap pas hapi projekt vendimi, pasi kalojnë të perfektit, kalojnë të qeveria dhe kjo produktivitet me shpejtësi në pronësi bashkisë,
dhe me njerë të vetë projekti dhe aty të ndërtohet një grup banesash dhe qëllim që të ulet problemi Israelit në Bashkistan. Atër ka dikush pyetje të tjera diskutimin? Erë me motiv për vendimin numër 1 kush është pro? Kundra? Abstenim? Kalojmë tek pika pika e 4 e Enigmitës. Për vendim për miratimin e shembjes së godinës e cilat shërben kopshin në Murkata Saran, pjesë e godinës së shtëpisë së fëmijës Maria Dëtua, pasurinë e pronësit në Bashkinë Saran në qëllim ndërtimin e godinës së re të kopshit. Kishka pyetje nga këshilltar? Po, zotëria Metaj? Duhet të di godina e shtëpisë së fëmijës ose një nga shpirti që visi ka, do kësoj nga, apo do shtatoj? Në relacion të duhet të kontishet, do në zërje të këshjen të kështë komunitarë. I përfaqja e trollit, dhe përfaqja godinës të shumë në bade nga ajta dhe komunitarë. Qa të bërë në shpile për gjithë? Po faleminderit. Jo, hadim në këtë në marrë dhe radhë. Atëherë pjesë të prezendimit kemi dhe gjithë materialin teknik, i cili pasuron sakt gjendjen e godinës aktualisht, do me thënë sipërfaqen e cila do të prishet dhe që sot përdoret për në shërbim të kopshtit numër 4, dhe cila ka një sipërfaqe 489 metra katror. Ajo është e pasqyruar sakte që tek planelosja pjesë përbërëse e këtij projektvendimi. Dhe mëtej, projektvendimi pasardhës, i cili kërkon me lidhur me truallin, ndryshimin, më saktë shtimin e funksionit, dhe asim pashkohë për shkak se aty në fakt kopshti ka nisur funksionin e saj pas një lloj vendimarrjeje nga ana e Këshillit Bashkiak. Dhe sot aktualisht ajo ushtrohet si kopësht, por nuk kemi një vendimarrje për të rregulluar këtë pjesë, duke qenë se godina do të shëndet. Pjesa e sipërfaqes së truallit, e cila do shërbej për të zhvilluar ndërtimin e kopshtit të ri dhe ambienteve përreth tij, do të jetë kjo sipërfaqe prej 1347 metra katror. Nuk ka mos përputhje përse kësaj. Shtëpia e fëmijës do jetë pa tregë? Po, shtëpia e fëmijës po. Është pjesa pas godinës, e cila aktualisht shërben për kopshtin numër 4. Ati do të duhet vetëm kopshtin numër 4 apo do duhet një podlim që do lihet të gjithë kopshtet e qytetit? Jo, është projekti i bashkërisë projektvendimit, është kopësht. Jo, nuk jetë projekt për ashtëriqë për do jetë ndërtimi një kopshti që do shërbej për gjithë zonën. Do mbrihet të tërë kopshtet e godinës. Po, ajo është për... Atë tjetë për i përra do ketë një kopsht në kadro... Atëherë, edhe mbyllja e kopshteve dhe... Do shta të revele do jenë për shumë kadre. Kemi kërgjede sa për shemë shumë kadre? Po patje dhe të jenë për një kopshtet në sigurja që në sot. Këja duhet të do të estimoj. Pyetja tjetër që të kemi në shqyrë, se do që kërkojt leje për prishtë. Është leja e ndërtimit ose e fillimit investimit. Në qofse Këshilli Bashkiak sot e mirëfton, sepse ne na intereson tesoria më tej. Pra, vjen nga prefekti i Shmëria, për sa kohë Bashkia do filloj shemje dhe fillimin e investimit. Nëse keni djenë. Po, atëherë, investimi është në fazë projektimi, është projektuar, ka kaluar dhe në fazën e hartimit të aktit ekspertizë dhe studimit të thelluar nga Universiteti Politeknik i Tiranës sipas përshtatshme ligjore. Ka rezultuar kjo pjesë që neve nuk ka rrezikshmëri për sa i përket
strukturës së vetë dhe prandaj lind nevoja që ne të marrë një vendimarrje të shembet kjo si godinë të ndërtohet e re. Bazën e ekspertimit. Po, e keni, nga Universiteti Politeknik i Tiranës. E keni të cituar te baza ligjore dhe pjesë përbërëse të këtij projekt vendimi. Më tej, pas miratimit nga ana juaj do të vijojnë procedurat për aplikimin për lejen e ndërtimit, të cilat do japi po Bashkia Sarandë. Në këtë rrugë koha do jetë planifikuar në buxhetin e vitit 2026? Po. Dhe kush do jetë financuesi? Bashkia apo qeveria? Financues është qeveria qendrore. Jo nga të ardhurat e bashkisë. Faleminderit. Pozën të Koqiu. Përsa e përket projekt vendimi që të bëjnë dhe godinës shpisë të njës, në vej që në përësisht që kërëmi është dakord që duhet për të përgjishtë se që rrës shtasë ekspertizës objekte që ta që nërushën e amortizuar në kohë që është ndërtuar, dhe sigurisht në ndërtimi një kohë që një shkollë të re, kërkon objekte në standard dhe objekte që të kërë në një sigurit e lartë. Do të thoshte që ishte e ministri Bashkia Sarandës për pasët si të këtë projekt në një për miratim, do të kështë marrë miratimin nga Ministria e Linjës për ndështimin dhe destinacionit, që destinacionit kështë aktualisht ka një Komisionit dhe Social për kështë njës. Për pasët që marrë këtë vendim nga Ministria e Linjës, të ishte këtë përgjia Bashkia Sarandës, atëre kështë në nga një vendim për kryqën e kësa njëse. Mija dhe të kërën në përgonë që ta votojnë pa tjetër, por tem që të hajë kohë pas kësaj, që të meret miratimi nga Ministeri e Linjës, ku jemi në shumë destinacionit. Ku jemi prapë? Ne bëjë fakt pa u dyshuar, nuk sa ta thonë që duke të shumë destinacionit, ne marrë vendime kohës. Kjo është ideja, prapë që të bërë të shumë destinacionit. Vendosin se jemi vetu parlament, Gjithsesi, mendoj se ndërtimi i kopshit kërkon e ka të vërtetuar të prishën e atë objektës së shkollës. Pas ekspertizës. Faleminderit po zoti Gërduqi. Faleminderit. Dekë se ishte pjesë e pjedhjeve, po kalon diskutime. Unë mendoj që ai kopësht është ekzistues, nuk ka asnjë problem. Dhe aty aktualisht shërbejnë dy është dhe drejtoria e kjo ndërmarrja e shërbimeve. Kështu që ajo do spostohet. Është vetë tjetër pjesën nga brapa se unë jam interesuar dhe është ka shumë mirë unë do ta mbështes si me gjithë dëshirën të bëhet se ne kemi nevojë sa më shumë investime për pjesën e kopshteve edhe të shkollave. Kështu që ajo pjesa që është aktualisht ndërmarrja e shërbimeve do jepet kopshtit për të krijuar një fushë për kalamajt edhe pjesa tjetër. Kështu që mendoj se nuk cënohet shtëpia e fëmijës se ashtu ka funksionuar dhe atë pjesë që kërkon prapë rindërtimi i kopshtit, atë pjesë do të thjesht i shtojnë hapësirat për zbavitjen e fëmijëve. Kështu që personalisht e mbështes dhe uroj të kolegët ta mbështesin. Faleminderit zoti Gërduqi. Dhe një pyetje Po zoti Metaj. se më ka tjetër. Doja të dija, nëse ndërtohet kopshti 4, kopshti numër 3 ku është? Ku ka bashkë kopshti numër 3? Ka bashkë të shkëtirë që të bëra, i paramisë të parë, që atje do të ndërtohet kopshti numër 4, apo do të ndërtohet një godinjë, do të vjetë një kopshte e qytetit të Sarandës. Dhe kanoshe 4 duhet kanoshe 3. Nuk të kthejmë përgjigje për këtë pjesë. Përshëndetje të gjithëve. Atëherë ne kopshtin numër 3. Kopshtet në Bashkinë Sarandë janë në varësi të numrit të fëmijëve. Janë në varësi të numrit të fëmijëve. Pra, ka aq kopshte sa është numri i fëmijëve. E shikonim të arsyeshme, Bashkia ka parë të arsyeshme për rindërtimin e kopshtit 4, për të patur ambiente më të mira, më komode dhe më të mëdha hapësira publike dhe hapësira sportive për të luajtur fëmijë, ndërsa për sa i përket kopshtit numër 3, kopshti numër 3 ka patur vetëm 2 klasa dhe këto klasa ishte në godinën e qerdhes, që dhe godina e qerdhes do bëhet e gjitha qerdhe, pra do kalojë në fazën e restaurimit, po, dhe treshi, numri i fëmijëve është momentalisht te 4. Pra, treshi dhe 4 është në kopësht. Kopshti 3 dhe 4 bashkë. Po, sepse nuk ka numër fëmijësh. Pra, ka aq kopshta se sipas uzhëzimit 14, në varësi të numrit të fëmijëve, ka tendencë që dhe dyshi do bëhet me jesh. Jo, nuk ka asnjë tendencë të tillë, sepse kopshti i ri është kopshti më i vogël,
që ka më shumë Po fëmijë. lidhemi prapë se bëna këtë këshilli do të jemi. Ja do të jetë godinë e mbledhur gjithë kopshet e qytetit. Jo, kjo nuk është thënë asnjëherë, kopshet janë të nevojshme në qytetin e Sarandës, dhe janë në bazë të lajmeve. Po, janë në bazë të lajmeve. Kopshi numër 2 përmban lagjen 3 dhe 4, kopshi numër 4 përmban lagjen 1 dhe 2 më fal, dhe një pjesë të lagjes 3 dhe kopshi numër 1 përmban lagjen numër 1. Në regjistrimet kur bëhen në kopsh bëhen në bazë të lagjeve, në bazë të certifikatës dhe ku kanë vendbanim. Faleminderit. Po, faleminderit. Që se s'ka diskutime të tjera, në votim për emendimin numër 130, kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Kalojmë tek pika 5 e vendimit, preventiv për miratimin e përfshirjes të pjesës të destinacionit për sipërfaqen 1347 metra katror, pjesë e pasurisë 7322 fraksionisë, zona kadastrale 86 shkruar në program duke shkruar fushën e përdorimit dhe arsimit shkollor. Parashkollor. Atë hedhim një votim për vendimin numër 131, kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Kalojmë tek pika 6 e vendimit të ditës. Vendim për korrigim të pamimeve materiale. Kush ka pyetje? Diskutime nga këshilltarët. Hedhim një votim për vendimin numër 1, hedhim një votim për vendimin numër 132, kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Hedhim një votim për vendimin numër 133, kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Hedhim një votim për vendimin numër 134, kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Hedhim në votim për vendimin numër 135, kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Hedhim në votim për vendimin numër 136, kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Jemi në vitin e 7 për vendimisht e si propozuar nga Zoti Meraj, për vendim për emërtimin e parkut të fëmijëve motor Daniela Silvestriti, dorgun në lajmin në Mustafa Salam. Kush ka pyetje nga këshilltarët? Diskutim, po Zoti Kërbuqi? Se këti projekt vendim erdi tani në momentin e fundit, desha të thënë se nuk duhet të shoqëroj në një relacion lidhur me aktivitetin e zonës sociale të nuk se bashkë të ishte nga prata, kënë një shkërë nga prata. Arsye kursimi, Zoti. Si bashkë jashtë. Po, faleminderit, Zoti Kërbuqi. Po, Zoti Ahmeti?
meriton dhe pak më shumë dhe pak më shpejt. Duhet jemi të ndjeshëm të diskutimin e vëndit të nëmë Lidur me sugjerimin e problemet të konsiderat përfundoj procesin i ndaljes së shpëtujve. Për marrjen e ndeshjes se reflet që ka kërkesa pa propozime në branshën e bashkiatë dhe pa komisioni, por ne që do të gjithmonë standarde. Pra, çmimet duhet që të përmjetën qytetarët i meratojnë. Jemi të përsus të qytetarëve gjithë këtu, jemi një grupë 31 shqiptarë. Ose vërtet që di grupe të ndryshme dhe persona ndryshme mendojnë dhe të kuptojnë personalitetet për të besuar në çmimet e kësaj natyre, por çmimet duhet ta ruajnë atë cilësinë e tyre, duhet ta ruajnë të zgjedhjen dhe duhet ta ruajnë që qytetarët jenë në gradë për ta marrë të çmim. Pra duhet të jenë borsë akademike, duhet të kenë nënt kontribute të natyrës që i përgjigjen çmimit. Ku kemi kundur çmimeve, por nuk mundet që Këshilli Bashkiak të shpërndajë çmimet të nivelit më lartë për gjithë qytetarët e bashkisë, sepse ato bëjnë pastaj pa vlefshme. Ju kujtohet rasti i ish-presidentit që sot është arrestuar, që shpërndante dekorata në të gjitha fshatat e Shqipërisë dhe Kujtohet një menjes me emër të hapur, jetë për të marrë një votë. Pra, Këshilli Bashkiak të Seratës do ta ruajë edhe kategorizimin, mendoj unë, të dhënjes dhe përmirësimit të qytetarëve që kanë kontribuar, jo kur kanë bërë punën e tyre, kur kanë dhënë një kontribut nëpërmjet investimit të tyre, intelektual ose investimeve të tjera që kanë dhënë impakt në Bashkinë Sarandë. Jo se ka qenë drejtor shkolle, ka marrë rrugën e shtetit, edhe themi dhe se ky me që është paguar nga shteti, a japim një çmim. Jo, jemi çmimi kur nëpërmjet investimit të tij personal ka dhënë impakt të madh në Bashkinë Sarandë, nëpërmjet ndihmave të qytetarëve, nëpërmjet projekteve, nëpërmjet votimit të vletrave shkencore dhe të tjera. Sa i përket projektendimit që kemi bërë, unë do të kërkoj ta votoj edhe për atë që e ka firmosur projektendimit. Zënë kryetare Manjula Nikolo. Pra, edhe kjo, shre ka marrë kam nërë të asë. Do të rekonë që Bashkia Sarandë, kjo bashkim, dhe kjo këshirë, është një lutë. Nga objekti i i urojmë suksese dhe Bashkia Sarandë ka për çdo kvalitet le të vinë nga çdo rrymë, po Bashkia Sarandë që zëdime e falenderit. Kjo është Gjërgje Zotë Kretar, nga objekti i kësaj pike. Atëherë ka diskutime me këtë pikë. ta kalojmë.
abstenim, mirator. Kalojmë tek pika e 7 e drejtësisë. Gjendje për temën e fshatit Njerëz Sarand si rezultat e kulmimit të ndërmarrjes së shtëpisë kanalizimit. Atë në mbledhjen e kaluar kishim informacion nga Kusjellës së Kanalizimit për sa i përket gjendjes së rrugës në fshatin 6. E njëkohësisht, e jam si detyrë që dhe në këtë mbledhje të sillte një relacion shtesë për zhvillimin e pulimeve brenda këtij muaji në diferencë të mbledhjes së parë me mbledhjen e sotme. Ka materiali konstitucional? Ka dikush pyetje lidhur me materialin? Po? Sa i përket të rrugëve të gjithë disa policia të bëjnë në shkëmbëmarrje, bashkia komunale e rrugëve të elektronikë duhet të rregullohet shkëmbëmarrje të ndjeshme. Hapja rrugët, çajna rrugët nga firma publike kapëgore, Kusjellë, të çapojnë dhe nuk mbyllen. Rrugë nuk janë pronë atyre, as Kusjellë janë pronë të qytetit, janë bashkë, vetëm ta bashkë. Unë këtë njerëz për ta parendoj dhe duhet shkrymi të tili shperkuar disa herë me ma të shkon shumë ndjeshëm, sepse e hapen dhe gjerën gropa pyshe gjitha spalje për një grop, për një javë apo një të muaj në gjithë shërët e spalje. Ora hapën, po të efektë të ambinë. Jo vetë në usërë, po të gjitha firma, që do mos të dalë shkrojnë kablavën në gjate janë të papë ndjeshëm fare. Po se i dalë për pare që është në qytetë se kjerë të vetë për demonstranë masë. A i përgjenë të arro të veta, në bëjë qytetë të vetë, po se mos apësimi qytetë së kjerë. Në dalin të mirë të përgjenë. Në dalin të mirë të përgjenë. Unë dojnë shdojnë mirë, a i të në bashkë në partirë mundët. Hajde dhe bitë të një mëmë. Në kam asë një lojë paradigmi për të. Kjo është gjë pozitivë. Rruga pandemi Boçaj të fundë vërtetë, në shkënjyre e bërë me taksa dhe u hapë grova mirë një muaj gjithë në pamë rruga. Duhet të hiri atje të gjithë. Ana e të bashkja të këndi, ka të gjithë të gjithë. Faleminderit zoti Ahmeti, kalojmë tek pika e 8 e rendit ditës. Analizë e marrëmarrjes së sezonit turistik 2025. Kush ka pyetje nga anëtarë lidhur me analizën? Në analizë në e kush Materialet e keni? Kush ka pyetje? Mirë është problematika, në rrëtas problematika dhe këto problematika të tekën për sezonin artë. Po se ka pyetje? Ka dikush pyetje diskutime? Faleminderit. Po zoti Merak. Në turizmi ka një rritu? Në gjitha të duke parë viti turistik të sezon. Duke parë viti turistik, duke parë gjithë organizimin dhe urbanizmin e punës së Bashkisë së Sarandë, që ka bëjë që nga pastrim, që nga mënyra e lidhjes së mjeteve, akomodimi i kushtuesve, dhe tjera ka qenë një nga vitet e suksesshme për Bashkinë Sarandë dhe Njësinë Administrative Islame. Që do të thotë, do ta bëjë të ditur, nuk fura për luka. Jemi të gjithë operatorë me gjithë shkënësit, edhe për shkak të qëtërmonde, kemi qënë të suksesshëm dhe kanë qënë gjithë sepse gjithë kanë fituar. Sepse më ka shumë e por mos duroj ku flas, Ju lutem të mbajmë qetësitë me fjalën. Të gjithë të pusuarit në sistemi të turizmit ka patur rroga minimale mbi 1.200 euro. Deri në 3.000 euro, deri 4.000 euro për tjera, të lutem po do ta gjosh, se nëse nuk e gjon, Kjo suksesi. çfarë hyrë pasi ti jetoj të drejtë, mos fort, çfarë hyrë fort për tjera.
Pra, sezoni turistik në Sarandë është ngritur në nivel më të lartë dhe është bërë turizëm elitar. Dhe këtë nuk është në dorën tuaj ta vlerësoni, por është në dorën e vlerësimit të agjësive që e vlerësojnë nivelin e turizmit, nivelin e shërbimit, nivelin e rrogave. Këtu punoj se që ka punuar në sezonin turistik dhe ne jemi vetë operator dhe ju mundet që të kape një mas një vonese ose turizmit tuaj. Po 90% ka qenë i suksesshëm. Ka arritur turizmi edhe te niveli i rrugës së 4-5, ka arritur edhe në 6 dhe në toç, ka arritur që shtrihet edhe në shkallën e Kombit Bashkisë. Pra, ka qenë nga vitet më suksesshme, ka qenë më suksesshme pas të drejtorëve të ose po drejtorëve të apo. Ka qenë bastimi në nivelin më të lartë, dhe atëre duhet pini, duhet ta mbështesni, duhet kërkoni ndonjë përmirësim, por jo mos të thoni që sezoni turistik në Bashkinë Sarandë dhe njësë administrative sa një të tanë në rrëmë të setë. Faleminderit zoti Mera, Bashki Sarandë, kështu bashkëtar që jeni nivelli antar që flisni, pas bëjme, turizmin me ujë, nga Pretoria, rajonale, Jusensi, duhet përmesuar me çdo kusht që vitin që vjen, mos jetë, se dhe unë ma pagu me botë. Ka vaj ushqerti, ka vaj se për të nuk bën investimin në ushqerti, për atje për të shpitoj para. Ushqerti den, i gjithi tjetë të tjetë, ne ka vaj ata që bjen ujë, e ka vaj ata që bjerën, ata që shpërërojnë, nuk është ati, e ka vaj këtë pozitat, janë bërë investime me para kolosale dhe ujë s'ka vaj e që punon, që këtë më të për propagandë. Kina po mas po hejnë të pozitat zot, i bërë turizmë. Qa të remon turizmë? Na të remon turizmë. Ka pasoj bulevardin po, lajë bulevardin se të pe propagandë, dhe shko. Po i shkoj lajën të pera. Shko shkoj. Zoti Ministru, zoti Premiru, pa pasur. Po, faleminderit zoti Kërduqi, kërkoj fjalë. Faleminderit zoti Kryetar. Zakonisht analizat në përgjithësi për të konstatuar problemet edhe për të diskutuar ndoshta të përmirësohet diçka më mirë, diçka me lidhje me mbarojtjen e sezonit turistik. E vërteta është që këtë vit ka pasur sasi, por jo cilësi. Dhe kjo është konstatuar nga qytetarët e shumë. Dhe problematika në lidhje me ndotjen akustike, me kryesisht edhe nga aktivitetet që vetë dhe bashkia organizon. Një problematik e vërejtur që me madhe ka qenë vendimi i Ministrisë për vendosjen e këtyre filtrave biznesit të qytetit i ka rënduar shumë ekonomikisht dhe nuk e dini nëse për nga anë e bashkisë është marrë një mas ose është diskutuar edhe me operatorë turistik që i ka rënduar. Nuk mund të thonë që janë 90% sezoni suksesshëm, sugëritje ka pasur, por cilësia ka rënë dhe kjo është konstatuar, kështu që duhet rregulluar. Një problematik tjetër e lidhur ka qenë me shfrytëzimin pa kriter të hapësirave publike për interesat të bashkisë, domethënë hapësirat publike që ndoshta duhet të jenë në funksion më tepër të turistëve ose edhe të qytetarëve janë dhënë me qira nga ana e bashkisë për të përfituar disa subjekte. Dhe kjo gjë duhet parë në vazhdim në vitet në vazhdim. Kështu që kur të vi momenti për përgatitjet e sezonit të ardhshëm, duhet të adresojmë më mirë çdo problematika. Faleminderit. Po, faleminderit zoti Kërduqi. Po, zoti Kërduqi. Në lidhje me informacionin për turizmin që këtu nuk referoj dikush nga administrata, do të them që është bërë praktik të mbledhet këshilli dhe përfaqësuesit të administratës që nuk ndënjojnë që të vijnë mbledhje këshilli. Në kemi përsëri disa herë, unë po t'ja klaroj këtu në rast se nuk do të ketë përfaqësues nga drejtorit për kacën e mbledhjes së këshillit, nuk do të votoj asnjë mendim, është apo s'është pozitiv, është apo s'është e rëndësishëm, është përgatitur mirë apo jo.
Mbledh këshilli këtu çdo herë, lënd punët i andej administratë që ka syra në kuat në poshtë, nuk dënjon, dikur nuk firmos të pretendimit, dikur si e fare, kjo është mos të kire në këshilli. Zoti kolega, tregua i vjeshtë dhe strategjisht. Mos të po kryetar kalosh e të lëmbosh për kalosh e minët e këshillit, por vetë administrata nuk është interesuar. Arroganca e administratës është shembull reflektimi i arrogancës së qeverisë kuajtë si dhe do të jemi problemi që ka sot. Politika sa në të turizmit, do të thotë ishte turizmi i lodhur kuptimin e njerëzit që kanë ardhur. Pra nuk ishte standardet e kërkuar si qytetare shëndetësisht, ishte një nivel çofuese i mesës së rrugës. Dhe sa nga ana e performancës dhe nga ana e shërbimeve, ishte viti ku më shumë se fundohen u i fishëm, më shumë se çdo vit tjetër i kishte ndërprerje energjisë elektrike dhe për problemin e pastrimit të kërkej, është një sezon i njëshur, përgjithsisht ishte i mirë, mund të them, por ngesa e udhëtimit, qytetarët të ndërtojnë, kanë realizuar më shumë se sa turizmi i botëve të tjera. Kështu që përpara se të flasim dhe të bëjmë se ne tani mos bëjmë të bata sepse ne vetë zgjuar nuk me informacion. Do të jemi realist, hapet të shprehjet të ujë, hapet të shprehjet të energjisë elektrike dhe probleme nacionale publike. Faleminderit zoti Koqiu. Kalojmë tek pika e 10 e renditës, raporti drejtorisë së Shërbimeve Publike lidhur me leje për parkimet të rezervuara. Po zoti Peçi. Kjo është nga fila të ndjeshme në buxhetin tonë. Kemi diskutuar kina e të parkimeve. Gjithsesi unë me dy fjalë do të pesja drejtori për taksin, nëse të gjitha ato parkimet janë devizuara bashkë me faturat që janë depozituar në Bashkinë Saran përfuten aq parkime sa janë vizuar në qytet, me faturat që janë prerë për këto parkime që janë vizuar dhe pjesa tjetër që është prapë shumë problem është se duhet bëm të gjithve nga 2 nga 3 parkime kur e kemi thënë dhe rithën prapë ku kanë motora me qira, makina me qira, biznese që ka Unipaj e në gjithë me radhë. Në më dhe duhet jemi pak më të rezervuar të kjo pjesë. Se ne jemi një qytet që kemi një popullim në pas të produkte që ne disponojmë dhe kemi shumë probleme me parkimi. Prandaj do ju lutesha të jeni më të rezervuar dhe dhënia me qira e parkimeve. Pra, pyetja e para dhe e dyta ishte si sugjerim. Shumë faleminderit. Po, zoti Dine. Lidhje me situatën e parkimeve të rezervuar në qytetin e Saranës dhe në Samir, unë ju ka vënë dispozicion një raport të Shërbimeve Publike. E vërteta është që situata e parkimeve ka qenë gjithmonë problematike dhe nuk është bërë ka vetëm për këtë vit, por plasën në vitet e kaluara, ku siç e keni vënë re, qytetarët dhe bizneset kanë tentuar vazhdimisht të mbajnë parkimet e rezervuara duke vendosur arka, shishe plastike apo sene të tjera të cilat nuk janë të përcaktuara dhe rregullojnë e rezervimit të një parkimi. Në bashkëpunim me Policinë Bashkiake kemi ushtruar kontrollet të vazhdueshme. Nga ana e teritorisë tonë, ndryshe nga më parë, edhe ne kemi ngritur grupe pune për kontrolle ditore periodike gjatë javëve apo gjatë muajve për situatën e parkimeve në qytet. Kemi evidentuar shumë raste, pafund raste, ku përveç pjesës vendosjes së sendeve janë vizuar sipërfaqe rrugë për të mbajtur nga biznes apo individëve si parkime rezervuar. Për të dalë pastaj tek ajo që tha zoti Peçi që nëse përputhen gjitha vizimet e veta me faturat që janë administruar pranë drejtorisë së Shërbimeve Publike në Bashkinë Saran. Po të dalësh kontroll, gjithmonë vënë re që nuk ka përputhje të parkimeve të dhëna nga ana jote me parkimet faktike në rrugë. Tani kontrolli i territorit është i vazhdueshëm dhe ka raste ku gjatë natës
individ saktuar kanë kryer vizime të cilat janë si ajo fotografia që ka publikuar dje portali Sanda Web, që parkimi i dhënë nga ana jon ishte i vizuar nga ndërmarrja në formate të përcaktuara dhe parkimi që vazhdonte tej ishte një parkim, një vizim i shtrenjtë. Nga ana jon ku janë evidentuar raste të tilla, emision në mëngjes dhe kemi parë tilla vizime, kemi njoftuar strukturat për kasë dhe drejtoria jon, policinë bashkiake dhe ndërmarrjen e shërbimeve për penalizimin e subjektit që i ka kryer si fillim identifikimin e tij dhe pastaj edhe fshirjen e vizimeve të tilla. Sigurisht në rastet që janë konstatuar sende, është proceduar me heqjen e menjëhershme nga ana e policisë bashkiake dhe pastaj penalizimin e subjektit. Kemi parë lloj veprimesh nga ana e subjekteve për mbajtjen e këtyre parkimeve. Është një situatë shumë e ndjeshme, e dim ndjeshmërinë që kanë dhe bizneset edhe individët për këtë problem dhe vazhdimisht jemi duke kontrolluar dhe monitoruar çdo subjekt apo çdo territor të bashkisë për këto vend parkime që mbahen për të shfrytzuar më pas si nga individët, po edhe nga bizneset. Nuk është vetëm, nuk janë vetëm si faqet e rrugëve, nuk janë vetëm karrexhotat, po ka dhe raste brenda rrugicave të lagjeve, apo si faqe publike që shfrytëzohen në mënyrë të palishme dhe tjetër raste janë evidentuar, janë penalizuar më pas konform ligjit. Kuptohet që kontrolli i territorit është i vështirë, sepse është territori gjë dhe kam shënuar problematika që kemi ne si territori këtë çështje, po mundojmë të bëjmë më të mirën sa i përket kësaj situate. Unë dua të them që në një pikë të raportit që unë ju kam në dispozicion, ju shikoni që drejtoria e shërbimeve publike ka rritur të ardhurat në Bashkinë Sarandë në masën 48.7%. Unë ju siguroj që gjitha këto parkime të reja për cilat ne kemi arritur të vlerim të ardhurat në vitin 2025 kanë qenë parkime të zaptuara më parë. Të zaptuara ndoshta me këto sende që thash apo me vizime të palishme dhe duke pasur këtë presionin e kontrollit nga ana jonë, nga ana e policisë bashkiake, dhe duke pasur një evidentim më të mirë nga ana jonë të subjekteve të cilat duan të pajisin vend parkimin, kemi arritur që atë që dje ata e mbajnë në mënyrë palishme dhe bashkia nuk arritet të vitet të ardhura nga një parkim, sot ne I kemi të administruar drejtorinë tonë të evidentuara dhe me të ardhura gjitha të paguara nga ana e subjekteve. Ndaj dhe nga ana jonë të paktën për periudhën janar-tetor janë arkëtuar deri tani 9.075.000 lekë të reja, nga 6.105.000 lekë që kanë qenë një vit më parë. Pra, të ardhurat janë 48.7%. Sa I përket asaj që tha zoti Peçi që duhet të llojemi më të rezervuar, normalisht edhe ne kemi këtë shqetësim, normalisht për çdo subjekt që kërkon edhe ne bëjmë analizë tonën se ai takon këtij subjekti, si thua, të ketë një apo dy parkime apo tre dhe e kemi parë rast pas rasti. Këtë situatë dhe kërkesat e tyre domethënë janë analizuar nga ana jonë me qëllim që dhe ne mos të krijojmë pengesa si subjekteve të tjera, por edhe banorëve. Domethënë në çdo rast që te ne vjen një kërkesë për të pajisur parkim të rezervuar, në të gjitha rastet ai parkim nuk është dhënë nga zyra. Po specialisti I Drejtorisë së Shërbimeve Publike ka shkuar në vend, e ka evidentuar, ka parë problematikën, kemi pas dhe raste ku ne kemi refuzuar për shkak të faktit që banorët nuk kanë qenë okay me atë subjekt që të ketë një parkim. Ashtu si kundër kemi pas edhe raste kur kemi revokuar parkimin. Do ka pas raste që neve kemi pajisur, po them, një individ apo një subjekt me parkim, dhe pastaj nga monitorimi vazhdueshëm që kemi bërë, kemi hasur problematika dhe kemi proceduar më pas me revokimin e atij parkimi. Kështu që jemi dhe ne, siç jeni dhe ju, shumë të ndjeshëm ndaj Të gjithë këshilltarët që janë këtu, edhe përfaqësuesit e bashkisë, ky tregimi me këto parkimet e paguara ose dhe invalidëve nuk na jep atë pasqyrën që kemi parë në vendet e huaj që neve shkojmë. Sepse nëse vemi çdo biznes të marrë nga një vend parkimi po e zëvendësim, edhe sikur ta racionojë bashkia me një, aq janë në rrugët e Sarandës, dhe këta turistët që neve do sjellim që do shtojnë të ardhurat e biznesit në qytetin tonë, dështojnë
duke mos gjetur, sepse unë kam biznesin tim, kam një vend parkimi. Zotria ka një biznes ngjitur në Pra, ka një vend parkimi, se kështu ka mbajtur, dhe të gjithë këta qytetarët që neve po na vinë turistët ose qoftë edhe dikush që do të shkojë për të mbaruar një punë në një zyrë, nuk ka. Invalidët në Saran vjen një invalid në një rreth tjetër ose turist me makinën e vet. Parkimet e invalidëve në asnjë të botës nuk janë të dedikuara për individ që vinin ose dikë tjetër. Parkimet janë të lëvizshme. Parkova unë tani, mbarova punë, ika, vjen parkon tjetri. Dhe nuk mundet një qytet i tërë të penalizohet vetëm nga kjo pjesa e parkimeve dhe ka do dhe shere, si që jemi në djerim të tërë për parkimet jo ti jo unë. Duhet për mua, duhet të marri masa, bashkia, ta ndërpresi këtë filmin në gjithë vendet e botës dhe lejet e parkimeve, pasi ke marrë lejet e pallatit sepse ka shumë pjesë hyrjesh, garazhesh. Në qoftë se ti ke për një objekt dhe ke marrë një leje ndërtimi, ke paraqitur një projekt pranë bashkisë të ka miratuar hyrje garazhi në atë pozicion, mund të vendosë bashkia një tabelë në bazë të lejes së ndërtimit numër kaq të lejohet kjo hyrja. Sepse ka shumë njerëz thonë mos ma zoru për mua se kam do kaloj unë këtu, ndërkohë që ai nuk e ka bërë lejes atë hyrjen që ka aty. Dhe këto kanë sjellë shumë problematika. Bashkia duhet ta mendojë shumë mirë këtë pjesë, edhe neve si këshilltar duhet të shikojmë këtë pjesën, jo të tolerojmë sepse dorim vetë në rrugë dhe këta turistët që do na vinë nuk vinë më prapë këtu se s'kan ku të parkojnë. Mund të supozojmë që të vendoset një taks 1.000 lekë për një makinë me një bankomat siç e bëjnë një botat të bëjë investim që është shumë i thjeshtë për të realizuar ose me mesazh siç e kishte realizuar në Tiranë Bashkia e Tiranës. Dhe është shumë më praktike. Po, faleminderit zoti Alikaj. Unë kam një pyetje. Po, zoti Meraj. Sa është raporti i parkimeve për bizneset dhe i parkimeve për invalidët? Dua ta di në çose. Po. Sa është një qytet në Po, e keni pasqyruar edhe në Dua ta gjoj në populli se unë. Po, janë 76 me parkime me pagesë me 46 subjekte private të hektare, nga cilat 69 janë në Saran dhe 7 janë në Samir. Për 76 janë për subjekte private, për bizneset. Dhe 11 parkime janë për invalid me status të veçantë. Do të thënë, raporti është pak shumë 1:7, 1:8. Ideja është që nuk janë as 100 parkime në gjithë teritorin e Bashkisë Saran të rezervuar. Faleminderit zoti Tine. Po zoti Kisha një pyetje që e parkime në drejtor. Shikojnë një qytet se Saran ndoshta dhe e gjithë kemi parë. Një banor i pallati me 4 vite apo 4 vite bën parkim privat dhe gjithë banorët e tjerë s'kan mundësi të parkojnë asnjë parkim. Di që dhënia e leje për parkimet të rezervuar ka sa kritere. Dhe kriteret duan të shkelin. Nëse do të dalë në botën e parkimit, do të gjejmë vendosje toneve me rrugë. Prandaj bashkia duhet të marrë masa, sepse edhe kjo është një zënje e territorit. Një qytetar i barosh njësoj, si puna po kjo është pjesë e atij pjesë të fortë, në ska të bënat bashkia dhe atë policia. Parkimet me metra katror dhe gjata. Unë nuk mora ato me emër tani, por nuk e ketu do ato dhe me emër. Prandaj bën një kontroll për çështjen e parkimeve, sepse veç zeja pjesa dhe të vërtetë. Nuk e kam pjesa personale, kam pjesa qytetare. Tjeta do të thotë një sugjerim, i bën prishjet e hapësira publike të zënat. Qyteti shkëtie në kosha veturina që kanë lënë tëra prishjet, ke i vorë dhe bashkëri të telefon, po kanë ngelur në atë gjendje sikur i akti gjendje lufte. Dhe me masa, sepse ai prishën i lara pjesë që prishën, që se e drejtoj shkëtive, dhe të me që nuk bëjnë bashkjeve këto prishjet, se janë të drejtoj bashkjet. Dhe aktive tani në pinetarë pa përgjeshme edhe betuja dhe dyre. Betuja të mbuta dhe betuja të qeska. Nuk një në të pikë në të regojnë që tani këtë situatë të në politikë të pasojnë të atë të kisha. Faleminderit.
Mund t'i kthej që sa i përket pjesës që ceku zoti Ahmeti në lidhje me zënjen e partimeve dhe pse vlike me kona apo me litar apo me zinxhir, që kjo është pjesa që diskutova edhe më parë. Edhe pse specialistët e dorisë që unë drejtoj ndoshta nuk e kanë të dy funksionale këtë pjesën e daljes së terrenit si policia bashkiake, unë ju garantoj që pavarësisht punës që bën punën kodishme policia bashkiake, po marr një rast konkret në muajin gusht, unë kam dhënë një udhë që në mëngjes në një rast që gjithë Loria ka dalë në terren për evidentimin e këtyre rasteve. Atë ditë për shembull ne kemi evidentuar pafund raste të zënjes së hapësira publike për parkime, raste të cilat nuk kishin denoncuar as nga qytetarët. Domethënë vetë banorët kishin rënë dakord me atë pamje që shikonin që X person e zaptonte. Dhe kemi marrë masat një me policinë bashkiake, madje duke ndërë specialistët, edhe atë ditë atje sa ka dhe personi e ka hequr atë sendin, duke ka pas edhe sendin që ka qenë pa lëvizshëm të fort hekura, të në cilat banin parkimet, madje në një rast kanë komunikuar edhe me personin dhe i kanë lënë afat që për ditës ta largonte. Kështu që kontrolli territorit është në mënyrë vazhdueshme dhe i garantoj që nuk ka as të fortë dhe as të pushtetshëm që mund të mbajnë parkime. Në çdo rast që ju evidentoni, mund të na informoni, ndoshta diçka që nuk e kemi parë, ose diçka që nuk e ka denoncuar banorët që janë në rreth këtij pallati apo atij subjekti. Sa i përket pjesës së heqjes së mbetjeve nga prishet që kryen gjatë aksionit të IMT-s dhe policisë bashkiake dhe policisë shtetit për lidhjen me hapësirat publike, shqetësimi zoti Ahmeti është shumë i drejtë, edhe ne kemi shqetësim si drejtori, por gjithashtu institucion si Bashkia Sarandë, dhe jemi duke marrë masat për gjetjen e mundësive për heqjen. Është një situatë e vështirë, se vetë fjalë për shumë metër kub mbetje të ngurta, të cilat nuk janë lehtësisht të transportueshme në vendin e grumbullimit të mbetjeve në Voloder, dhe jemi duke marrë procedurën për fillim në një aksioni sa më të shpejtë dhe të shtrirë në hapësinë gjeografike për heqjen e këtyre mbetjeve, sepse dim që nga edhe banorët dhe në një rast caktuar ku kemi të drejtë që ka pas një problematik nga ana e qytetarëve që është kthyer në vendhedhje të mbetjeve urbane, për të cilat kemi ndërhyrë më një nga ana e drejtorisë. Faleminderit zoti Bine. O zoti Gërduqi. Tani, në lidhje me parkimet publike e qytetit, kjo është një çështje shumë delikate dhe ne kemi qenë në kontakt vazhdimisht me drejtorin, por e vërteta është që zoti Gërduqi do të jeni këtu. Zoti Bine ju keni sjellur një raport këtu e cila keni 76 për departimi nga subjekte private dhe 11 leje me individ me status të veçantë. Dhe unë po ju bëj me dije, dhe më vjen keq se ju jeni 8 orë në ditë, 5 ditë në javë në terren dhe keni të gjitha mundësit. Unë kam konsumuar vetëm gjysmore, nga koha ime dje dhe kam konstatuar që vetëm tek rruga e 4, siç e njohim ne, keni 12 tabela për parkime individësh, pa ju përshkruar të gjitha konkretisht në gjithë qytetin, e nuk i mora të gjitha me detaje, se ndoshta më duhet edhe pak më shumë. Keni sot që flasin 28 tabela për parkime individësh në qytet, dhe keni rreth 99 tabela për parkime private. Nuk jeni të aftë ju që të bëni një kontrol, kur unë ato i konstatova brenda gjysmore, nuk jeni të aftë ju të bëni një kontrol dhe të hiqni tabelat, se duke parë, qoftë qytetari, po qoftë dhe turisti më tepër tabelën aty, nuk mund të parkoj. Nuk i intereson atij, është vërtet invalid e ka marrë apo se ka marrë leje nga ju, apo se ka marrë, ose tjetri e ka paguar apo se ka paguar. Një kjo pikë, edhe kjo është lehtësisht e konstatueshme. Një shëtitje, po të bëni i konstatoni, por këto probleme kanë vazhduar historikisht. Një kjo, në lidhje me tabelat e vendosura, është ju a kemi bërë prapë me dije problematikën që ju duhet të caktoni. Keni vazhduar në disa vende, keni thënë sa parkime ka marrë subjekti. Se thoni thjesht parkimi rezervuar, po ai mund të uzurpojë 1, 2, 3 parkime. Gjë që është detyrimi juaj ligjor që të vendosni se sa numra ashtu. Unë nuk e kuptoj. Dhe pika tjetër që përmendi edhe kolegu Peçi, duhet të tregojeni më të kujdesshëm. Nuk jeni treguar më të kujdesshëm, përkundrazi, këtë vit i keni shtuar parkimet, se unë kam një shpresë zyrtare nga ana juaj, nga drejtoria juaj që vjet, në lidhje me parkimet vjet,
të cilën e kërkova dhe ju keni pas rreth 40 parkime me pagesë, kurse këtë vit i keni bërë 76, kështu që në vend ta lehtësoni situatën, ju sa veni dhe rëndoni, zoti drejtor. Këtë kisha unë për të thënë, kështu që nëse ka dy gjëra, konkluzioni është që ka dy gjëra. Nëse ju i keni vërejtur për parkimet apo tabelat të qytet dhe nuk doni të ikni, ajo është problemi juaj dhe duhet të mbani përgjegjësi. Nëse nuk i keni vërejtur, prapë është pastësia juaj për t'i konstatuar këto tabela, për të ruajtur territorin dhe për të bërë rregull në këtë. Kështu që merrni masat dhe merrni përgjegjësi të vetë. Faleminderit. Faleminderit zoti Gëdhuqi si këshilltari i vetë që ka qenë shumë i ndjeshëm gjatë gjithë kohës që kam drejtuar të zyrë për lidhje me parkime, sepse vazhdimisht më ka ardhur në zyrë dhe ka shprehur shqetësimet e tij. Po tani nga e fundit që thatë që neve i kemi hitur numrin e parkimeve të rezervuara për tana për subjektet private, unë e ceka dhe më largën e tonikën time që në qoftë se kanë qenë 10-20 decibel jashtë e jashtë, ju garantoj që ato 36 kanë kryezuar. Dhe nuk kanë paguar asnjë cent në Bashkinë e Sarandës. Do ne kanë shfrytzuar, të vizuar, të mbajtur me sende të tjera dhe nuk kanë paguar asnjë cent. Ndërsa sot, atë që deri dje mbajnë në mënyrë të pranishme, nëse deri dje mbajnë në mënyrë të pranishme, tani kanë filluar të paktën serin të ardhura për Bashkinë dhe për qytetarët e Sarandës. E vërteta është që të dalet tek ajo që qytetarët e tjerë thanë, në këtë qytet nuk prodhohen automjete dhe as nuk mbahen vende parkimi për një automjet që ndodhet në Durrës apo në Tiranë. Vetë këto automjete që qarkullojnë në Bashkinë e Sarandës bën atë territorin tonë dhe ndoshta edhe brenda zonës, përsa mirë në Sarandë. Ai automjet që e ka një subjekt diku do parkojë. Kështu që se subjekti e kërkojë ta paguajë atë sa diku do parkojë. Është më mirë për ne që neve arrim të vjerim të ardhura një subjekti që gjeneron të ardhura. Sepse ai ta kam thënë dhe vetë personalisht takimin që kemi bërë. Ai nuk do të se ato mbahen padrejtisht është përgjegjësia juaj që duhet ta kontrolloni pastorin e tij. Nuk justifikon aushtitimin e parkimeve. Jo, unë dalë pjesa që kërkova pse janë arritur numri parkimeve. Pikërisht atë po të them. Arsyeja është se ju thoni kemi futur në skendë u kemi vënë lekët. Nuk e justifikon ajo. Çfarë do të justifikon? Nuk justifikon ose duke qenë se ata i kanë uzurpuar, ju keni rritur të ardhur. Jo, ai e ka uzurpuar dhe sepse ai ka më pas ka bërë kërkesë, më dëgjoj pak të lutem. Ai më pas ka bërë kërkesë për të pajisur, domethënë presioni ushtruar nga ana jonë, nga ana jone që detyruar të subjektet të paguar, sepse nëse nuk do paguar nuk ta kishte më atë parkim as të zakuar. Shumë dakord, bravo. Lidhe me tabela që thashë mund të ketë tabela të subjekteve apo të individëve, çdo ditë neve evidentojmë jeni 12 muaj vitin në punë. Unë përgjithësore identifikova 30 tabela për invalid, zoti drejtor. Të garantoj që nuk e ke pasur, të garantoj që nuk e kishe numrin e saj. Nuk mund të identifikoni. Një xhiro t'ju marrë nuk ju bëj, ju a them unë. Vetëm te rrugë 4 deri tek spitali keni 12 tabela për invalid. Ndërkohë që tani në gjithë qytetin janë 11 leje për invalid. Je i ftuar të më japësh fotografuara dhe marrë pasë. Në rast se më që kemi tentuar. Faleminderit zoti Dinje. Marrë masa o zoti Peshi. Faleminderit zoti Dinje, faleminderit zoti Gëdhuqi, po zoti Murtaj. Lutem se është sinqerisht të kushme dhe kanali ishte Saranda. Prioriteti jonë është turizmi. Prioriteti jonë është turizmi biznes. Para se ne të konstatojmë këto që sot këshilltari që ka administruar numrin e parkimeve të 76 apo qoftë edhe 176, është të kushme ne duhet të diskutojmë dhe të flasim këtu të bëjmë një analizë se si zaptojnë dhe si zihen vendet në automjetet të cilat i vendosin qytetarët aty dhe nuk i lëvizin për një kohë të gjatë. Nuk besoj se në një qytet që e kalon popullsinë gjatë sezonit mbi 100.000 banor, e keqja vjen nga 76 parkime që kanë bizneset. Në vend që ne i shtym bizneset që të marrin parkime të tjera, se këto bizneset që të marrin këto parkime nuk i mbajnë bosh. Këto bizneset qytetarët e Sarandës janë, këto bizneset për turistët të marrin këto parkime, për t'i garantuar atyra komoditetin edhe lehtësinë që në biznesin e tyre të vinë edhe të gjejnë komoditet për të parkuar qoftë hoteleri, tregtia për çfarë do të gjejë.
Do ishte me udhët që ne të diskutonim atë që ne kemi kaluar në Krishtin Bashkia që partimet e tjera publike të kthejnë pagesë si në çdo qytet në çdo vendje të botës, në mënyrë që qytetarët mos të vendosin kona, mos të parkojnë automjetet e tyre aty dhe mos të lëvizin për një kohë të gjatë. Pra ju konkretisht ti Gërluq po thua që në një qytet me 100.000 banor, gjithë problematika është 76 automjete që kanë marrë bizneset dhe kanë paguar mbi 1.5 milion lekë të vjetra taksë. Të lutem, do përgjigje? Të lutem. Problematika jeme është që bashkia duke thënë se kjo është një çështje shumë e zjeshme dhe është përsëritje e ndjeshme. Pra, për të gjithë qytetin, e ndjeshme në lutem të pagesat bizneseve shtatë e gjatë bizneseve kanë paguar lekët për të paguar autoritëtë për të paguar edhe çdo qytetar. Që nga osiemi komunizëm. Të lutem, po nuk është e komunizëm, është socializmi. Se në rajin e lekët ai po diskutojmë për një po do klasës për do të gjithë dhe do fort dhe për një qytet. Po do mund të replikoj në këtë mënyrë. Jo, nuk e inkurajoj fare, se qa do pjetë e qytetarë dhe një analizë ase. Për një analizë sa qytetë janë shëllur në kodike, për një analizë sa ka qyteti. Si mund t'i japim në pagesë? Nga ti po thua që brenda një viti në qytetin tonë janë shtuar 30 parkime me pagesë. A ke bërë një analizë në tatime se sa biznese janë shtuar? Edhe në besje të tjera të uzurpuara që nuk është e bashkia të kontrollojë, për atë i kërkova fillimisht. Pse janë shtuar pagesë? Për të gjitha do t'i kërkoj llogarisë, për atë i kërkova fillimisht. Për 76 parkime në gjithë Sarandën, në Shqipek familjen. Dhe pse janë 76 parkime? Për mendimin tim, duhet ishin 376. Po ku t'i gjim, të marrim nga deti, se s'kemi, ka të kemi. Ku t'i gjim? Po ka të kemi. Ka të kemi disponibër. Ti mund të kesh një parim që biznesin mund të marrë më shumë se një parkim. Po jo biznesin mos të bëjë parkim. Nuk e thash atë dot, nuk e thash atë, nga dronë. Nga dronë e keq kuptove. Po dalim nga objekti. Po pikërisht pra. Unë e kuptoj shqetësimin. Ky qytet ka probleme në parkime dhe nuk është as faji i bashkisë, as i drejtorisë gjykatëse, është pozicioni geografik i faj qytetit. Jo, faji bashkisë është që s'kontrollon territorin. Të lutem zotin Gërluqi, atëherë ky qytet ka nevojë për një parkim të madh. Të lutem zotin Gërluqi, ky qytet ka nevojë për një parkim. Ka nevojë për një parkim të madh. Sepse nuk jam dakord me këshilltar. Pra posa lejohet që një qytetar të aplikojë dhe të marrë një parkim publik në dispozicionin e vet, nuk ka se si ta pengonjë territorin. Nuk ka se si ta pengonjë. Nëse ne duam të vendosim kritere, mos të lutem me zotin kryetar, po jo pra të vijoni objektin e se ne nuk kemi mbara për të dhënë parkimin e pagesë. Duhet të themi se drejtoria vjen e përgjegjshme dhe ta ruaj territorin. Ato që nuk ka se si ta ruaj, nuk ka se si ta ruash për aq kohë sa lejohet. Ne si Këshill Bashkiak do t'ju lutesha që në komisionet përkatëse të diskutojmë anë teknike, sepse nuk mund të diskutojmë një mbledhje këshilli. Do ekspert në lidhur me parkimin, edhe me ekspert si sot zoti Peçi, e lejon rregulloja këshillit, e lejon ligji të thrasë një ekspert dhe të shikojmë që bëjmë një menaxhim tjetër. Nuk mund t'i themi drejtorit përkatës pse jep amëndësoj e ti dhe të bëjmë një vlerësim arbitrar që familja zotit Ameta ka një parkim, nuk duhet të marrë parkim tjetër. Ato duhet të vendosen me ligj, me vendim këshilli. Në këtë këshill, në mënyrë që të zbatojë dispozimin e Bashkiasë së Sarandës. Po sillë këshill. Kështu që nëse ju keni nevojë të mbledhni komisionin përkatëse, të iniciojmë nga këshilltarë dhe të vendosim një rend për sa i përket kësaj pike që se ka qenë këto shqetësim. Unë për këtë jam dakord. Se nuk mund ta diskutojmë në këtë pikë të rendit ditës me një kohë shumë të shkurtër të diskutojmë elementë teknik të cilat duan edhe suport nga ekspertë caktuar. Me analizë nuk vjen vetë marrë. Të pikë të rendit ditës. Për sa i përket pikës tjetër të rendit ditës, Pika 10, për arsye se drejtuesi i drejtorisë përkatëse nuk është këtu, u them të shkoj për majën. Po, këtu do të thosha edhe unë, po me një shtesë, edhe për arsye sepse komisioni përkatës nuk mbledh fare
për të pikë, për të atilin drejtori, për të vendosur rend dhe për të mos ta kthejmë në këtë format, si që diskutua pika në fashën e rendit tjetës. Atëherë, propozimin e zotit Peshi e Edi Motin, kush është pro, kundra, abstenime, votohet. Ju faleminderit gjithëve.